Të nderuar shikues, në këtë pjesë të dytë të edicionit qendror të lajmeve do të ndalemi në hapësirën e intervistës ku do të mbetemi me zhvillimet nga bota. Shtetet e Bashkuara po shtojnë presionin në disa fronte, nga politika e migracionit te përplasje tregtare dhe tensionet me Iranin gjithashtu. Administrata po shqyrton revokimin e vizave për deri në 200.000 shtetës të huaj që kanë hyrë në SBA me viza turistike ose biznesi dhe më pas kanë kërkuar azil. Në të njëjtën kohë, Washingtoni gjithashtu po ashpërson presionin ekonomik në vendeve që vijojnë të bëjnë biznes me Iranin, ndërsa presidenti Donald Trump ka paralajmëruar Teheranin se çdo përpjekje për vendosjen e minave të reja në ngushticën e Hormuzit do të përballet me përgjigje ushtarake. Për të kuptuar më mirë se çfarë mund të themi lidhur me këto zhvillime dhe çfarë pasojash mund të kenë këto marrëdhënie, teksa duket se janë në lëvizje të herpashershme, kemi në studio ekspertin e çështjeve ndërkombëtare, zotin Edwin Qerazi. Shumë faleminderit që na jeni bashkuar. Krejsi, faleminderit për ftesën. Bëra një përmbledhje sa i takon pikërisht disa prej zhvillimeve më konkrete të po e quaj 48 orëve më të fundit, edhe pse në fakt janë zhvillime të cilat kanë ardhur dhe riardhur her pas here, kjo për shkak edhe të kontekstit të tyre dhe tematikës që mbartin. E nisim fillimisht me politikën e emigracionit dhe faktin që përmenda pak më sipër sa i takon pikërisht të vizave. Si e shikon këtë mas? U mendoj që kjo ka qenë një shqetësim i Shtetet Bashkuara të Amerikës për një kohë të gjatë tashmë, por përkon me një moment tepër të rëndësishëm me politikën e brendshme amerikane, që janë zgjedhjet e gjysmë termit të tyre, pra zgjedhjet ndërmjet mandatit, ku diskutohet për gjithmonë më shumë për senatorë dhe kongresmenët të cilët do të zënë vendin. Dihet që populariteti i administratës Trump nuk është shumë i madh dhe ai ka patur gjithmonë një qasje të fortë karshi migracionit jo të rregullt. Mendoj, në mendimin tim, u bë një qasje jo mirë e llogaritur me ICE, e cila çoi në deportimin e shumë individëve që ishin edhe qytetarë amerikanë, dhe duket sikur në një farë mënyrë kjo mas po zbutet, por duke qenë brenda limiteve ligjor. Në fakt është vërtet që një pjesë e madhe e qytetarëve mund të kenë shfrytzuar atë vizat B1, B2 që janë për viza turistike, më pas për të shndruar ato në mënyra punësimi, kërkimin e azilit, por edhe përmes martesave që mund të zhvillojnë pastaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht kjo prek madje edhe një pjesë të shqiptarëve, do të thoja, por qasja do të thoja është më shumë performative tashmë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është aq shumë problemi për 200.000 banor, 200.000 viza të tilla që jepen pak a shumë në vit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi e ka të lehtë të absorbojë. Po, është performative për politikën e brendshme, do të thoja. Dhe tjetra është që pak a shumë jep mesazhin për cilin do që dëshiron të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga një tentativë për të përfituar një mburojë humanitare, pra kërkesën e azilit, tashmë mund të kthehet në një kurth ligjor për shumë nga këta individ, duke ju revokuar të drejtën për të udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës më tej dhe si dhe duke i shtrënguar më shumë masat edhe për qytetarët e tjerë që vinë nga vend nga cilët këta persona thyen rregullat. Megjithatë, mund të sjellë pasoja më të gjera, po e quaj për mënyrën se si shtetasit e huaj shikojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë për turizmin, apo qoftë edhe për biznesin, apo qoftë edhe emigracionin. Po, patjetër, kjo është në linjën e njëjtë me qasjen proteksioniste që ka, dhe themi, proteksionizmi i përgjithshëm i interesave amerikanë. Pra, këtë politikë ne kemi parë në qeverinë e dytë Trump që me zhvillimet e politikës jashtme, tarifat, me tentativat për të zënë më shumë territor, kujtojmë këtu kërcënimi për marrjen e ngushticës së Panamas, kanalit Panamas, Groenlanda, luftrat në vende ndryshme, arrestimi i Maduros në Venezuelë, të gjitha këto janë në kuadër të Amerika e para. Dhe në të njëjtën mënyrë sigurisht shikohet edhe ky cënim, le të themi, i lishmërisë amerikane që bëhet nga të huajt. Prandaj patjetër kjo do të ketë dërgon një mesazh edhe për vendet e tjera, të cilët shikojnë një Amerikë më agresive, më të fokusuar në interesat e qytetarëve të saj dhe interesat e brendshme amerikanë, dhe rrjedhimisht mund të dëshirën për të bërë turizëm në Amerikë, së pari, por e dyta edhe për të bërë biznes ndoshta në të ardhmen.